A ju ka ndodhur një sa një çuditshëm, kur mërzitesh, friksohesh ose je nervoz, dham edhe lukthi. Ti mundesh me thonë çka ka tash lidhje lukthi me stresin, mirë po kjo lidhje ekziston, hajde ta zbulojmë. Sipas Institutit Amerikan për Shëndetin Mendor Truri, edhe zorrët komunikojnë mes veti. Truni e ndikon sistemin e tretjes, po edhe sistemi i tretjes e ndikon trunin. Kur je i stresuar ose emocionalisht i ngarkum, trupi jep sinjale që ndryshojnë lëvizjen e zorëve, e rrisin acidin në lëkt edhe e çrregullojnë tretjen. Kjo shkakton simptoma si marramendje, vjellje, dhimbje në bark ose bark i fryr. Hingorani edhe kolegët shpjegojnë se njerëzit me ankth ose depresion kanë më shumë gjasa me përjetu dhimbje gastrointestinale, pa ndonjë shkaktar fizik të dukshëm. Kjo mundet me tingëllue çuditshme pasi lukthi fizikisht duket se është mirë, po kjo s'do të thotë që njerëzit i trillojnë këto dhimbje. Zorrët kanë miliona neurone e ka njëherë ju thonë edhe truri i dytë. Madje ekziston një nerv që e lidh direkt trurin, zemrën edhe sistemin e tretjes. Ky nerv quhet nervi vagus edhe është si një lloj autostrade që çon mesazhe prej trurit në zorr, por edhe anasjelltas. Kur je i stresuar, nervi vagus e përçon këtë stres direkt në sistemin e tretjes. Në disa raste kjo mundet me shku aq larg sa me kriju edhe probleme si sindroma e zorrës së irrituar ose irritable bowel syndrome. Kjo gjendje ndodh kur njerëzit kanë dhimbje barku, fryrje, gazra pa pas ndonjë çrregullim fizik. E gjitha kjo ndodh nga ndikimi i emocioneve në trup. Lajmi i mirë është që këto simptoma munden me u lehtësu e jo vetëm me ilaçe, po me kujdes ndaj stresit, frymëmarrje të thellë, aktivitet fizik, pushim e psikoterapi. E ty, atë ka ndodhur kjo më herët, kallëzom komente, edhe për ma shumë video si kjo, subscribe Urban FM 103.5 në YouTube, pse jo në krejt platforma tjera.